Ditën Cënës, kalojmë përsëri sot në pjesën e leximit, në një pjesë të re, Ishuj në qell. Në këtë orë mësimore, ju do të zbuloni karakteristikat e romanit fantastiko-shkencor, nisur nga pjesa Ishuj në qell, që është një ndër veprat më të lexuara. Mbase, ju keni lexuar dhe vepra dhe pjesë të këtij romani më parë. Ju do të lexoni pjesën dhe do të përgjigjeni pyetjeve rreth të kuptuarit. Do shpjegoni kuptimin e fjalëve, do ilustroni me shembuj karakteristikat e një vepre fantastiko-shkencore, do komentoni mendimet dhe veprimet e personazheve duke ilustruar ata me pjesë nga teksti, do të bëni një shkrim gazetaresk ose tregim fantastiko-shkencor lidhur me një fakt shkencor zbuluar kohët e fundit. Në tregime fantastiko-shkencor gërshetojnë elementët realist me ato fantastike shkencor, personazhet, ngjarjet, vendet reale me ato të trilluara nga fantazia e autorit. Në këtë lloj letrar, autorët na sjellin pranë dhe na e bëjnë të besueshme një kohë të ardhme që është shumë e largët. Shumë nga këto çfarë ka imagjinuar përfaqësuesi më i mirë i romanit fantastiko-shkencor, Jules Verne, sot janë bërë realitet. Shkrimi i këtyre romaneve është mjaft i pasur në fjalë nga fjalori i shkencës e i teknologjisë moderne. Ishuj në qell është një roman fantastiko-shkencor, i shkruar në 1952 i shkrimtarit britanik Arthur Clarke. Është një nga veprat e tij më të hershme. Ai e shkroi veprën si një kujtim udhëtimesh i vendosjes së njeriut në hapësirë në gjysmën e fundit të shekullit të 21. Në këtë lloj letrare autorët, pra në romanet fantastiko-shkencor, na e bëjnë çdo gjë të besueshme në një kohë të ardhme. Shkrimi i këtyre romaneve është mjaft i pasur, e tham dhe më parë, me fjalë nga fjalori i shkencës si teknologjisë moderne. Ju do ta lexoni pjesën dhe pasi ta lexoni, do t'ju përgjigjeni pyetjeve, duke i punuar në tekst si çdo herë. Si ishte ndërtuar stacioni? Stacioni ishte ndërtuar nga cilindra njëri brenda tjetrit. Dy katet kryesore të stacionit quheshin 1/3 e rëndesës së tokës, i cili ndodhe afër dhomave hermetike, dhe 2/3 e rëndesës së tokës. Ushtrimi 3, rojt marsianët i dukeshin magjeps me veshjet në të folur dhe në mënyrën e komunikimit. Dhe ushtrimi 4, përgjigjen mund ta ketë të tillë. Ata e ndjenin veten jo mirë, por kur i quanin kolon, sepse kjo i bënte të ndjeshin të huaj dhe as pak miqësor. Ushtrimi 5 dhe 6 do t'i punoni vetë në fletore, 5-ën dhe 6-ën pra, kurse të tjera do t'i punoni në tekst siç e punojmë gjithmonë me laps. Ushtrimi 7. Momente fantastike tek personazhet. Element fantastik, më falni. Te personazhet janë marsianët, njerëzit nga 4 planetet. Veprime, bisedë me marsianët. Objekte, shkolla në Mars. Fakte shkencore janë cilindra, Marsi si planet që mund të ketë jetë, rëndësia e tokës. Fakte reale janë personazhet, roj, objekte, stacion, hapësinor, koloni e të tjerë. Veprime, fluturim. Ky është mësimi për këtë orë. Mësimi, punoni dhe pasi të lexoni tekstin në libër dhe detyrë shtëpie, siç u thash më lart, keni ushtrimin 5 dhe 6 në fletore. Kalofshi mirë dhe punë të mbarë.